Të gjitha ata në ndihmë ekonomike do kenë ndihmën ekonomike 200 euro. Studentët me bursë do kenë bursën 200 euro. Fëmijët jetim do marrin 200 euro. Po, do ta bëjmë më të drejtë këtë shoqëri, më njerëzore, më të jetueshme. Dhe kjo brenda 100 ditëve nuk ka lidhje me pushtetin salibrisht, ja u them me ju me sinqeritetin më të madh. Nuk kam në këtë stad të moshësime nuk kam unë ambicie pushteti. Unë i kam përmbush detyrat e mia, i kam bërë. Por unë e ndjej mision që të mos pajtohem kur me këtë përshmim dhe poshtrim që u bët 760.000 shqiptarëve që lihen me një pension mizerabël për të unë ka fshat që s'marrin do t'i ilaçet. Në një kohë kur të tjerë të marrin rrogë shteti sa 50 pensione. Në një kohë kur të tjerë blejnë kopshtin e Edenit sa 3.000 pensione, 10.000 pensione. Në një kohë kur tjerë zhdukin 130 milion euro të djekësit sa 820.000 pensione. Këto marrin fund. Ja pra pse unë jam angazhuar. Dhe unë kërkoj nga ju, energjia juaj është mirë shumë. Energjia juaj është 100 herë, mira herë me madhe se e imja. Me 11 maj ju e keni ndorë fitoren.